informacioni ka të bëjë me një grup të caktuar që plasohet për me bo lajm. Mandej vjen te shpifja që është e karakterit personal që njerëzit e thujnë përmes medias dhe ofendimit. Kur e thashun e më herët që daton prej viteve 1890, kështë të fol për fake news, si termin i njohur, si lajmi pa vërtet. Fake news ose lajmet e pa vërteta, se informacionet është edhe zërmi gjyku. Ato konsiderohen sekrete, top sekrete, që janë një numër i caktuar i personave që kanë çosin to. Edhe për çata, edhe ato që e thashun që këto s'kena të bëjmë me vepër penale, jam të fol për lajmet e rreme ose të pavërteta. Informacionet janë ato që filtrohen e që publiku nuk, si me thonë, si din, nuk mundet me pas qasje direkte, se kur e di publiku ai është lajm.